Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar shikues dhe ndëgjues, jeni në emisionin ton në prag të iftarit, emision ky i cili realizohet nga Muftinia e Shkupit dhe mund ta ndiqni në valët e Radiovatit dhe në kanalin zyrtar TV Muftinia në rrjetet sociale. Ky program i përditshëm në atmosferën e bekuar të muajit Ramazanit synon që të sjell frymëzim për zemrat tona me anë të rrëfimeve dhe sqarimeve nga jeta e sahabëve dhe personaliteteve të devotshme nga historia islame. Sonte në studio kemi mysafir Hoxhën e nderuar Lokman Efendi Abdullahi, i cili është imam dhe hatib në xhamin Haxhi Sabri në Batinc, me të cilin do të bisedojmë rreth sahabiut të nderuar Othman ibn Affanit radiallahu ta'ala. Hoxhë nderuar, mirë se na erdhët në emision. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Hoxhë nderuar, na tregoni kush ishte Othman ibn Affani radiallahu ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë për shëndetjet dhe selamet Muhamedit alayhi salatu wassalam, e dërgojmë dhe adresojmë. Falenderojmë Allahun për çdo mirësi dhe begati, për shëndetjet dhe selamet Muhamedit alayhi salam, familjes së tij, shokëve dhe gjithë atyre që e pasuan rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Është nder dhe kënaqësi që të flasësh për një nga personalitetet më të nderuar dhe më të veçantë të historisë islame, të flasësh për Hazrat Osmanin radhiyallahu anhu, për halifin e tretë të muslimanëve, për 10 të përgëzuarit me xhenet, të flasësh për Hazrat Osmanin radhiyallahu anhu gjithmonë kur përmendet emri i tij, di se ai ka qenë më i turpshëm i Hazrat Osmanin radhiyallahu anhu. Të flasësh për Hazrat Osmanin radhiyallahu anhu, di se ka qenë më bujari, më i ndershmi, më fisniku, më dërdhani Hazrat Osmanin radhiyallahu anhu. Osmani radhiyallahu anhu lindi 6 vite pas lindjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ne kuptojmë se është më i vjetër se pejgamberi islam 6 vjet. Hazrat Osmani radhiyallahu anhu lindi nga fisi Beni Umayya, që lindi në Taif, dhe një prej sahabëve më të ndershëm dhe që më të përgëzuar me xhenet, i cili pastaj u rrit si jo musliman, ndërsa në moshën 34 vjeçare Hazrat Osmani radhiyallahu anhu e pranoi islamin, dhe shkak të cilit u bë Hazrat Omer radhiyallahu anhu, që e pa duke kaluar Hazrat Osmani radhiyallahu anhu nga shtëpia e Arqam ibn Arqam, dhe në atë moment ja bëri një ftesë Abu Bekr radhiyallahu anhu. Hazrat Osmani tha: nuk mjafton më, tha, kjo dunjë që ti të besosh Allahun, të besosh pejgamberin e Allahut subhanahu wa taala Muhammedin alayhis salam, për shkak se nuk kishte informata Osman ibn Affani se kishte ardhur një profet, një pejgamber i Allahut që thirrte në islam. Dhe në atë moment që nga thirrja e parë që ja bëri Hazrat Abu Bekri Osmanit radhiyallahu anhu, e pranoi islamin për herë të parë, shkak që u bë Hazrat Abu Bekr radhiyallahu anhu. Hoxhë nderuar, na tregoni me çfarë nofke u emërtua Othman ibn Affani radhiyallahu ta'ala. Othmani radhiyallahu anhu ka qenë një personalitet shumë i veçantë, që ka qenë shumë i dalluar edhe nga të gjitha sahabët tjerë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë nofk ja dha edhe Allahu në qiell, pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe pastaj edhe sahabët e quanin dhe e thërritnin Hazrat Othmani radhiyallahu anhu me nofkën Dhun Nurain. Arsyeja dhe shkaku se pse u quajt me këtë nofk, apo pse e thirrnin me këtë nofk Othmani radhiyallahu anhu, ishte Dhun Nurain, që në kupton pronari i 2 dritave, për shkak se Osmani radhiyallahu anhu martu me 2 vajzat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të parën herë u martu me Ruqiyen, dhe pastaj pasi që ajo ndroi jetë pas luftës së Bedrit, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e martoi edhe me Kulthum, edhe ti Osmani radhiyallahu anhu, dhe për këtë shkak ai ishte në njëjtën kohë edhe Dhun Nurain, pronari i 2 dritave, ishte edhe dhëndër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një nder, një privilegj që jo çdo kush e kishte në atë kohë, dhe që nuk do ta kesh asnjëherë dhe askush deri në kiamet. Dhe këtë shkak dhe këtë nder dhe privilegj e fitoi Hazrat Osmani radhiyallahu anhu, që ishte dhëndër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ishte bashkëshort i 2 vajzave, një herë Ruqiyes dhe pastaj edhe Kulthum, dhe më për këtë shkak ai kishte dhe fitoi nofkën Dhun Nurain, pronari i 2 dritave.
Hoxhë nderuar, na tregoni një cilësi të Othman ibn Affanit radiallahu ta'ala. Osmani radiallahu anhu, si që thash në fillim, kur flitet për Hazreti Othmanin, me njëherë neve na shkon në mendje se ai ishte shumë i turpshëm, kishte cilësinë e turpit, njëri shumë i turpshëm edhe në komunikim, edhe në biseda, edhe në ndeje. Hazreti Othmani ishte që karakterizonte me këtë cilësi shumë të veshme që çdo kush për neve duhet ta posëdojë këtë cilësi. Njëherë për rasteve Aisha radiallahu anha tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke qëndruar në dhomë dhe trokiti në derë Hazreti Abu Bekr radiallahu anhu dhe mori leje, dhe kur hiri në dhomë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shtrirë dhe nuk lëvizje, përshëndeti Abu Bekrin dhe filluan bisedës. Pas një çasti, pas disa momenteve, trokiti në derë dhe erdhi i dytë edhe Hazreti Omer radiallahu anhu. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam e përshëndeti dhe filluan bisedën. Mirë, po pejgamberi prap nuk lëvizi as pak, nuk ndryshoi vendin e tij, ashtu siç ishte. Mirë, po për tretë herë kur trokiti në derë, e pa që erdhi Hazreti Othman radiallahu anhu, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të dëgjuarin e zërit të Hazreti Othmanit nga jashtë, pejgamberi alayhi salatu wasalam lëvizi nga vendi i tij, u drejtua, i mbuloi këmbët që i kishte të shpluara dhe hyri Hazreti Othmani, përshëndeti, kaluan moment të biseda. Pasi që dolën të gjithë, Aisha radiallahu anha i tha: "Ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, tha pse kur hyri Ebu Bekri ti nuk e ndryshove vendin? Pra ishi shtrirë, nuk u ngrite, nuk u qove, apo nuk u drejtove. Pse kur hyri edhe Omeri të njëjtin veprim ti nuk lëviz as pak, por kur erdhi Hazreti Othmani, tha ti u drejtove dhe i mbulove dhe këmbët e tua." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "O Aisha, kayfa la astahyi min rajulin, si unë mos të turprohem, si mos kem turp nga një person, tastahyi minhu al-malaika, që kanë turp me lajke nga ky person." Nga Hazreti Othmani tha: "Si mund të mos turprohem, mos lëvizi, mos drejtohem, mos të mbuloj këmbët e mia nga turpi nga ndaj Hazreti Othmanit, për shkak se ndaj këtij personi kanë turp edhe me lajket. Kur kalon, turprohen edhe me lajke, subhanallah." Pra këtë turp kush e mësoi, kush e edukoi, këtë turp, këtë moral, këtë cilësi e ja mësoi pejgamberi alayhi salatu wasalam Hazreti Othmanit, saqë Hazreti Othmanit po ta kishte pa në atë gjendje që ishte pejgamberi sa sikur në gjendjen me Hazreti Abu Bekrin dhe Omerin, ai nga turpi i tij as nuk do të fliste pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ishte shumë i turpshëm. E për këtë çka pejgamberi sa më tha, sikur pse mos drejtohen për një person që turprohen me lajket. Për këtë shkak edhe Othmani radiallahu anhu është një prej sahabëve të përgëzuar me xhenet, ku momenti që është përgëzuar me xhenet ka qenë në xhamin Kuba, ku Ebu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, pasi të gjë që pejgamberi alayhi salatu wasallam kishte shkuar në një pus afër xhamisë Kuba, që është Bir Eris, pusi Eris, dhe Ebu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu tha: "Do të shkoj dhe do të bëhem sot kujdestar apo roje e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që mos ta shqetësojnë duke ai u freskuar në atë bunan, atë ujë, nuk do të mos ta shqetësoj askush, se unë do të bëhem, tha, rojtari i pejgamberit alayhi salatu wasalam." Dhe kështu veproi Ebu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, shkoi dhe nuk e lejonte askujt që të hinte pejgamberi sa aty ku ishte duke i freskuar këmbët e tij pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe për një moment erdhi Hazreti Abu Bekr radiallahu anhu. Dhe Ebu Musa al-Ash'ari shkoi tha: "Ja Rasulullah, ka ardhur Ebu Bekr radiallahu anhu, tha ta lejoj të hi bashk afër teje." Pejgamberi alayhi salatu wasallam tha: "Idhan lahu bid-dukhuli wa bashirhu bil-janna." Tha lejoje që të hi, tha Hazreti Abu Bekr, të vi afër meje dhe tha përgëzoj me xhenet se do të jetë banor i xhenetit. Subhanallah. E dyta, pas një kohë erdhi edhe Hazreti Omer radiallahu anhu, dhe njëtën pikë tha: "Ja Rasulullah, ka ardhur Hazreti Omeri, tha lejoj." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Idhan lahu bid-dukhuli wa bashirhu bil-janna." Tha lejoj që të hi edhe Hazreti Omeri, që të vi afër neve, afër me edhe Hazreti Abu Bekrit, dhe njëtën kohë tha përgëzoje me xhenet se do të jetë banor i xhenetit. Pas një kohe, në njëtën ditë, njëtën kohë, duke kaluar disa minuta, disa çaste, erdhi Hazreti Othmani radiallahu anhu, edhe ai që qëndroi afër pejgamberit alayhi salatu wasalam, që e kishin zakon vazhdimisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Lejoje Abu Musa al-Ash'ari që të edhe Hazreti Othmani, o bashiruhu bil janna bi balwa tusibuhu."
Tha, përgëzoje me xhenet dhe tregoj që do ta kap, do ta ketë një sprov, një fatkeqësi që do ta kaploj Hazreti Uthmani radiallahu anhu. Pra, është përgëzuar me xhenet njëtën ditë, njëtën kohë Hazreti Abu Bekri, Hazreti Omeri edhe Hazreti Uthmani radiallahu anhu. Hazreti Uthmani njëtë edhe për bujarinë e tij, një nështërun islame që sado që herë kur përmendet Hazreti Uthmani radiallahu anhu di se ka qenë më bujari, sa që një prej rasteve, pse ka raste të shumta Hazreti Uthmani radiallahu anhu në Medinë kur erdhën dhe kur e pan që njerëzit pra i shkuan dhe minin ujë dhe blenin ujë nga bunari i një jehudiu, Hazreti Uthmani radiallahu anhu çfarë bëri? Shkoi dhe bëri marrëveshje me atë jehudi dhe tha, a ka mundësi që neve të bëjmë marrëveshje që një ditë ky bunari të jetë në shfrytëzimin e përdorimin e muslimanëve, ta shfrytëzojmë muslimanë dhe një ditë ti ta përdorish për interesin tënd, për biznesin tënd, që tu ashesës pastaj muslimanëve dhe të tjerëve. Dhe në atë moment pranoi ky jehudiu, se për shkak se përpara muslimanët shkonin dhe e blenin ujë nga ky jehudi. Dhe Hazreti Uthmani shkoi dhe bëri marrëveshje një ditë muslimanët, një ditë jehudiu. Kaluan disa ditë, vetëm se muslimanët kur shkonin në ditën që ne kishte të caktuar Hazreti Uthmani dhe mirnin pa parë ujë dhe mirnin për nevojat e tyre, për shtëpi e kështu me radh, dhe kur e pa ky jaudiu që vetëm se nuk ka më fitim, nuk fiton asgjë, shkoi dhe ja shiti të tërin Hazreti Uthmani radiallahu anhu. Mirë, po me çfarë çmimi? Me 35.000 dirhem. U thonë në atë kohë një vlerë shumë e madhe. Mirë, po Hazreti Uthmani radiallahu anhu e fitoi xhenetin. Pse se ta pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e blen bunarin Roma, që u quante romakëve, që sot mund ta themi në gjuhën shqipe, tha do të jetë xheneti si shpërblimi i tij. Hazreti Uthmani e bleu xhenetin herën e parë. Herën e dytë kur e bleu xhenetin Hazreti Uthmani radiallahu anhu, kur xhamia e Nabawi, xhamia e pejgamberit sa sot që shumica e njerëzve shkojnë dhe falen aty dhe e vizitojnë pejgamberin sa dhe e përshëndetin pejgamberin alayhi salatu wasalam, nga numri duke filluar që të shtohet numri i muslimanëve, filloi që të rritet nevoja që të zgjerohet xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe afër xhamisë pejgamberit alayhi salam ishte një tokë që nuk ishte në pronën e muslimanëve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush e blen këtë tokë dhe e lën në vakëf për xhamin që të zgjerohet, për xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, tha do ta ketë xhenetin si shpërblim. Atëherë Hazreti Uthmani nuk nguroi as pak. Çfarë bëri? Shkoi e bleu tokën, tha ja Rasulullah, po e lë vakëf këtë tokë. Për së tjerë e bleu xhenetin. Dhe për së tretë herë në luftën e Hendekut, kur dëgjoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që jo muslimanët, që romakët po përgatiteshin që ta sulmojnë Medinën, që të sulmojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë pejgamberi filloi që të përgatitet, mirë po nuk kishin kushte, nuk kishin elemente kryesore apo bazike që ata të përgatiten për luftë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush po na ndihmon, kush jep diçka nga pasuria e tij, kush jep diçka, çfarë ka që i nevojitën luftës, që neve të përgatitemi. Hazreti Abu Bekri radiallahu anhu e dha gjithë pasurinë e tij. E zoi dorën, tha ja Rasulullah, unë po jap gjithë pasurinë time. U çun kam apo e çoi dorën e Hazreti Omeri radiallahu anhu, tha ja Rasulullah, unë po jap gjimsën e pasurisë. U çu Hazreti Uthmani radiallahu anhu, tha ja Rasulullah, tha unë po e jap një karavan me 300 deve. Me çfarë do ushqime, çdo gjë që gjenden në atë karavan, tha unë e jap për Allahun. Ja Rasulullah, tha unë do ta jap, tha edhe pasurinë, edhe arin, gjithçka do ta jap për Allahun subhanahu wa taala. Edhe kur e bëni këtë, kur e premtoi, kur e dha pasurinë për Allahun dhe i dha 300 deve karavan me gjithçka që kishte, pasuri shumë e madhe asaj kohe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tha nuk do ta dëmtoj, nuk do t'i bëj tha asgjë, Uthman çfarë ka bëu tha ky sot. Çfarë bëri? E dha edhe gjithë karavanin e tij, e dha për Allahun subhanahu wa taala, dha pasuri, vlerë monetare, dha ari, vetëm që ta ndihmoj që përgatitjen për luftën e Hendekut. Mirë, po jo vetëm kaq. Bujaria e Hazreti Uthmanit radiallahu anhu e ka që një histori shumë e madhe, saqë një prej rasteve që është jashtë luftës së Hendekut, Medinën e kaploi një krizë shumë e madhe ekonomike. Dhe Hazreti Uthmani vetëm se bënte tregti me Shamin. Dhe një ditë prej ditëve, duke qenë një krizë shumë e madhe tek muslimanët në Medinë, filluan që tregtarët e Medinës që të shkojnë që të gjejnë, gjëra, materiale apo ushqime kështu me radhë, që ta hipin çmimin, që ta rritin çmimin. Mirë, po kur erdhi në çat ditë duke kërkuar njerëzit në nevojë, arriti karavani Hazreti Uthmanit radiallahu anhu, çat moment edhe tregtarët apo biznesmenët më të famshëm, më të mirë, më të fortë që ishin atë kohë në Medinë, shkuan dhe i thanë Uthmanit radiallahu anhu, apo na shë gjithë karavan, neve pastaj do të bëjmë pazar. Tha Hazreti Uthmani, tha, sa po më jepni ju?
për këtë karavan, sa? Përfitim sa? Ata i thënë, po t'japim 10, po t'japim 12 që neve ta shesim pastaj. Hazreti Uthmani radiallahu anhu tha, a ka dikush që ma shumë që ofron? Tha, dikush i tha, po t'japim 15 me fitim 12. Hazreti Uthmani tha radiallahu anhu tha, ka dikush që më jep ma shumë. Tha, po kush është? Ne jena tregtar të Medinës, ne jena biznesmen të Medinës, nuk ka pas neve, këtë çmim që ta kena dhënë, është shumë fitim i madh edhe për ti, po edhe për neve të fitojmë. Hazreti Uthmani radiallahu anhu tha, ai që jep ma shumë thash Allah. Allahu tha, për një tha më jep 10. Edhe dha gjithat karavan dhe e largoi krizën e madhe në Medinë Uthmani radiallahu anhu. Po të nderuar, pasi që jemi edhe në fund të emisionit, cili është mesazhi juaj për fund? Mesazhi im për fund në prag të iftarit që unë do ta këshilloj vetveten dhe gjithë shikuesi që na ndëgjojnë për këtij emisioni është a ka ngelën ndonjë turp në karakterin tonë, në moralin tonë. A thonë neve kemi sadopak turp prej diçkaje. Për shkak se ka ardhur një kohë që sot njerëzit nuk kanë turp për asgjë, nuk kanë turp as edhe në gjëra që ato i veprojnë, në gjëra që i shohin, në gjëra që punojnë, nuk kanë turp se nga e fitojnë atë pasuri, e kanë të halalit apo të haramit, nuk kanë turp se çfarë shohin, do thonë nuk kanë mbarë edhe turp se, do thonë kur kalojnë një motër muslimane apo diçka, ata nuk e ulin shikimin, nuk ju skuqet fytyra, ato neve do të na ngelet pas kësaj ngjarje, pas të tregimit të Hazreti Osmanit radhiyallahu anhu, do të na ngelet pak nga turpi Hazreti Osmanit karakterin ton. Që duhet, kjo është shumë e nevojshme në këtë kohë që neve të pasurojmë me këtë cilësi të Hazreti Osmanit radhiyallahu anhu, me këtë turp. E pastaj e dyta, a duhet që neve të marrim mësim nga Hazreti Osmani radhiyallahu anhu për bujarinë e madhe që e kishte, ishte shumë bujar, gjithë pasurinë e dha për Allahun. Nëse neve nuk mund që t'japim pasuri ose të gjithë pasurinë për Allahun subhanahu wa taala, a nuk është momenti, a nuk është koha që këtë Ramazan të bëjmë bujar, t'ja largojmë një familje nevojtare, iftarin t'ja blejmë, t'ja largojmë një brenjë që e ka sepse nuk di se çfarë t'i ushqej fëmijët e saj në iftar apo në sifir, ose një jetimi dërgojmë diçka. Se pra, le të ngelet kjo ngjarja apo tregimi e Hazreti Osmanit për bujarinë që kishte, që shumë raste që i treguam, se sadopak që neve të marrim një mësim që neve të jemi më bujar në këtë muaj të Ramazanit. Edhe e tjetra, Hazreti Osmani radhiyallahu anhu ishte ai që dha urdhë dhe provendim që Kurani të botohet, bëhet një libër këtë musaf që e kemi sot. A thu neve do të na ngelet nga kjo ngjarje Hazreti Osmanit radhiyallahu anhu që neve të bëhemi, pasi që ai sakrifikoi, pasi që ai u mundua gjatë gjithë jetës së tij në 12 vjet xhilafet, dhe mundua dhe provendim që të botohet Kurani, a thu neve do të bëhemi që në këtë muaj të Ramazanit mos ta lëm Kuranin nëpër raftet tona për të marrë dhe ta lexojmë dhe ta bëjmë një hatmë gjatë këtij muaji të Ramazanit, mos paktu dhe mos ta lëmë në raftet tona Kur'anin, për shkak se ata që ishin para neve ato munduan, sakrifikuan me jetët e tyre që neve ta kemi këtë që kemi sot. Lutë Allahun subhanahu wa taala që Allah të na drejtojë dhe të na udhëzojë, Allah agjërimin tonë të na pranoj. Faleminderit shumë për ftesën, Zoti ju nderoft. Allah ju shpërblef për këtë bashkëbisedim të këndshëm dhe elaborim të qartë mbi temën tuaj. Kështu përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Lokman Efendi Abdullahi. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje, Allahu ja pranoft agjërimin dhe të gjitha lutjet. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.